10 perandorit më të mëdha në historinë e njerëzimit. Nëse historia e njerëzimit do të kishte një frymë të vetme, ajo do të ishte oreksi për pushtet. Qytetërimet lindin, rriten dhe zgjaten mbi tokë, derisa pesha e madhështisë së tyre i rrëzon. Por cilat ishin perandorit më të mëdha që ka njohur ndonjëherë planeti ynë? Jo sipas legjendave, po sipas shkallës së territorit që arritën të kontrollonin në kulmin e tyre. Ky është udhëtimi ynë përmes 10 perandorive më të mëdha të historisë. Një rrugëtim që tregon jo vetëm madhësinë e tokave, por edhe madhështinë dhe tragjedinë e njeriut që zngopet kur me kufi. Në këtë renditje, perandorit maten sipas sipërfaqes maksimale të territorit që kontrolluan, jo sipas pasurisë, popullsisë apo ndikimit kulturor. Nga stepat e Azisë te kufit e perandorive koloniale evropiane, kjo është harta e ambicjes njerëzore në formën e saj më ekstreme. Numri 10. Perandoria Xiongnu, shekulli i 3 para erës sonë, shekulli i parë i erës sonë. Në vendin e 10, perandoria Xiongnu, një popull nomad që sundoi stepat euroaziatike rreth kohës së Republikës Romake. Ata ishin pararenësit e parë të kombeve, që më vonë do të rëndisnin Nazin, hunëve dhe mongolve. Në udhëheqjen e Modu Shanyu, fiset nomade u bashkuan në një konfederat të fortë që arriti të sfidojë dinastinë Qin të Kinës dhe të kontrollojë mbi 3.5 milion milje katror. Për herë të parë, bota e qytetëruar përballë stepës pa një fuqi që nuk kishte mure, por liri dhe që jetonte vetëm për të luftuar. Perandoria Xiongnu i mësoi Kinës një mësim që do të mbetej për jetë. Kufijt lindin vetëm kur dikush të detyron t'i ndërtosh. Numri 9. Dinastia Yuan, 1271-1368. Në vendin e 9 qëndron dinastia Yuan, e themeluar nga Kublai Khan, nipi i famshëm i Genghis Khanit. Kublai krijoi një perandori që shtrihej mbi 4 milion milje katror, duke sunduar Kinën, Mongolinë dhe pjesë të Azisë Lindore. Ai themeloi kryeqytetin që sot quhet Pekin, hapi rrugët e mëdha të rrugës së Mëndafshit dhe ktheu tregtinë në boshë të politikës. Megjithatë, përpjekjet e tij për të pushtuar Japoninë dhe Vietnamin dështuan, dhe pasardhësit e tij u përmbysën nga dinastia Ming. Yuan ishte përpjekja e parë për ta bërë perandorinë mongole një shtet civil, por në fund kultura kineze e gëlltiti pushtuesin. Numri 8. Kalifati Umayyad, 661-750. Në vendin e 8, Kalifati Umayyad, një ndër perandorit më të shpejta në zgjerim që ka parë ndonjëherë bota. Nga Spanja në perëndim deri në Indi në lindje, ata prapën islamin, gjuhën arabe dhe një model administrativ që bashkonte qytete, tregje dhe kultura në një flamur të vetëm. Nga kryeqyteti Damaskut, Umayyadët ndërtuan një botë ku Afrika e Veriut, lindja e mesme dhe Gadishulli Iberik ishin pjesë së njëjtës realitet politik. Në kulmin e saj, ai mbulonte mbi 11 milion kilometra katror dhe më shumë se 60 milion banor. Një shekull më vonë u përmbys nga Abasidët, por ndikimi i saj, gjuhësor, fetar dhe kulturor, mbeti përjetësisht. Numri 7. Kalifati Abasid, 750-1258. Pasardhësit e Umayyadëve, Abasidët, themeluan një perandori që do të njihej si epoka e artë e Islamit. Në vitin 762, themeluan Bagdadin, qytetin që do të bëhej qendra më e ndritur e dijes në botë. Në nijen e minareve, lindi algebra, mjekësia moderne, përkthimet filozofike nga Greqia e lashtë dhe u shkrin kultura nga Spanja deri në Indi. Në kulmin e saj, Kalifati Abasid kontrollonte mbi 4.3 milion milje katror. Kjo nuk ishte thjesht një perandori e shpatës, por e mendjes, një kujtesë se dia, si pushteti, mund të ndërtojë botë. Numri 6. Perandoria koloniale franceze, 1534-1910. Nga shekulli i 16 deri në shekullin e 20, Franca krijoi një nga perandorit më të mëdha të epokës moderne.
Në kulmin e saj, një në çdo 20 njerëz në tokë jetonte në sundimin francez. Nga Kanadaja e Ershme, te Afrika e Veriut, nga Vietnami deri në Polinezi, flamuri blu, i bardhë dhe i kuq valvitej në 3 kontinente. Por pas lavdis fshi edhe errësira, doktrina e misionit civilizues, që justifikonte kolonializmin si mision shpirtëror e kulturor. Pas luftës dytë botërore, luftrat e pavarësisë në Algjeri e Indokin e shuan përfundimisht perandorin. Sot, ajo mbetet një kujtimi përzier i kulturës dhe arrogancës perëndimore. Numri 5. Perandoria spanjolle. 1492-1976. Viti 1492 solli jo vetëm zbulimin e botës së re, por edhe lindjen e perandorisë spanjolle. Një perandori që u prap nga Evropa në Amerikë, Afrikë dhe Azi. Me një flotë që sundonte oqeanet, Spanja kontrollonte Amerikën e Jugut, Amerikën Qendrore, pjesë të SBA-s, si dhe Filipinet dhe paqësor. Në shekullin e 18, ajo kishte në sundim rreth 13% të popullsisë së botës, por pasuria që mori nga kolonitë e saj, ari, argjendi dhe sklevërit, do të bëhej edhe mallkimi i saj. Kur fuqia u zhduk, Spanja la pas një botë të ndarë midis fesë, gjuhës dhe plagëve të kolonializmit. Numri 4. Dinastia Qing. 1636-1912. Në vendin e 4, dinastia Qing, e fundi dinasti perandorake e Kinës, e udhëhequr nga Manshut të Veriut, ajo ngjit në pushtet në mes të kaosit të dinastisë Ming dhe trefishoi popullsinë e Kinës në më pak se 3 shekuj. Në kulmin e saj, sundonte mbi 5.7 milion milje katrore dhe mbi 450 milion banor. Por izolimi, korrupsioni dhe luftrat e opiumit e dobësuan, derisa më 1912 perandoria shekullore u rrëzua për t'i hapur rrugën Kinës moderne. Numri 3. Perandoria ruse. 1721-1917. Vonë për të filluar, por brutale në zgjerim. Nën Pjetrin e Madh dhe Katerinën e Madhe, Rusia u ndrua nga një mbretëri e ftohtë në një superfuqi kontinentale. Në fund të shekullit të 19, ajo përfshinte 9 milion milje katrore, nga Polonia në Alaskë, nga Dedezi në paqësor. Ishte një perandori që zgjerohej jo për tregti, por për mbijetesë gjeopolitike. Por madhësia nuk e shpëtoi. Me 1917, revolucioni e përmbysi carizmin dhe bashkë me të, një nga perandoritë më të mëdha që kishte parë bota. Numri 2. Perandoria mongole. 1206-1368. Në vendin e dytë, perandoria mongole, e krijuar nga një njeri që doli nga Ishi, Temujini ose Gengis Khan. Në më pak se 25 vjet, ai ndërtoi perandorinë toksore më të madhe që ka ekzistuar ndonjëherë, që shtrihej nga Korea në Ukrainë, duke përfshirë rreth 9 milion milje katror. Në sundimin e tij, miliona njerëz humbën jetën, por gjithashtu u krijua një periudhë unike. Pax Mongolika, një paqe imponuar me ekur dhe gjak, që lidhte tregtin nga Pekini në Konstantinopoj. Pas vdekjes së Khanit, perandoria u nda në 4 kanate, por ria e tij mbeti. Mbi gjysmën e Azisë, ende gjen gjurmë të njeriu që i dha historisë fytyrën e frikës. Numri 1. Perandoria britanike. Shekulli 16, 1997. Dhe në krye, perandoria britanike. Perandoria mbi të cilën dielli nuk perëndonte kurrë. Nga Kanadaja në Indi, nga Australia në Afrikë, ajo mbulonte 13.7 milion milje katror dhe 1/4 e popullsisë së tokës. Në kulmin e saj, rreth vitit 1920, mbreti George V sundonte territore në të gjitha kontinentet, por pas luftës dytë botërore, valët e dekolonizimit e dobësuan. Kur Hong Kongu ju dorëzua Kinës me 1997, epoka britanike mori fund. E megjithatë, trashëgimia e saj jeton në gjuhën angleze, ligjin, teknologjinë dhe globalizmin modern. Një perandori që ndërtoi botën siç e njohim sot, dhe që dëshmoi se pushtetimi i fortë nuk është territori, por kultura. Nga Xiongnu te Britania, rruga është e njëjtë: ngritje, pushtim, stabilitet, rënje. Perandorit vinë e shkojnë, por ambicia njerëzore mbetet konstante,
Të gjithë ta sundimtar kërkuan përjetësinë. Ndoshta mësimi i historisë është ky. Nuk është madhësia e tokës që pushton një perandori, por madhësia e kujtimit që lë pas. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.